Lëndimet e themrës ose siç njihen në termin mjekësor, kalkanuesit mund të jenë edhe lëndime gjymtuese. Specialisti i ortopedisë, Dr. Borim Saqia, thotë se ndodhin gjatë përplasjeve me energji të lartë dhe rënje nga lartësia. Është një lloj lëndimit i cili secilën herë është kaq më shpesh për shkak dinamikave të punës edhe kushteve të punës. Është një thymje e themrës apo na i thëmë kalkaneusit, e cila jep probleme nëse nuk trajtohet si duhet. Zakonisht ato shkaktohen prej lëndimit, rrëzimit për një inalësie, e rrallë të moshat e vjetra për shkak të dobësimit, sa ata dinë të moshat e vjetra nuk hypin nalte, nuk qejnë, nuk asi. Saqia thotë se edhe trajtimi i lëndimit të thyrës së themrës duhet të jetë i kujdesshëm duke u vendosur në altësi për disa javë. Kjo trajtohet në dy mënyra. Mënyrën konservative me imobilizim me altësi, është një kohë prej 6 javësh që matë, mandej duhet vazhdoj me terapi fizikale me ato, nëse shkon krejt në rregull dhe nëse nuk kemi një dislokim të fragmenteve. Tutje doktori tha se nëse lëndimet e pacientit mund të jenë më të rënda, atëherë duhet menduar edhe për ndërhyrje kirurgjikale.